Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Ne e kemi dërguar Nuhun te populli i tij, paralajmëro popullin tënd para se t'i arrijë dënimi i dëmshëm. Ne e dërguam Nuhun te populli i vet, të riqë avërejtjen popullit tënd, para se ata t'i godasnin një dënim i dëmshëm. Allahu i lartësuar nuk ka përmendur në këtë sure histori tjetër, veç asaj të Nuhut as, i cili punoi dhe e ftoi popullin e tij për një kohë shumë të gjatë. Për qendra vjet me radhë, ai ia përsëriste ftesën popullit të tij që ata të njësonin Allahun e lartësuar në adhurim dhe t'i largoheshin idhujtarisë. Allahu i lartësuar na tregon se e dërgoi Nuhun tek ai popull në shenjë mëshire për ta, për t'i paralajmëruar që të ruheshin nga ndëshkimi i dëmshëm. Ai u dërgoi atyre Nuhun as, sepse ata po vazhdonin me arrogancë dhe të shfrenuar në kufrin e tyre dhe po e bënin të pashmangshëm dëshkimin e përjetshëm. Nuhu as ju bind urdhrit të Allahut të madhruar dhe nisi me njëherë të ftonte popullin e tij. Ai tha: "O populli im, unë, me të vërtetë, jam për ju paralajmërues i qartë." Ai tha: "O populli im, unë për ju jam një paralajmërues i qartë." Kuptimi: jam i qartë në këshillën që ju jap dhe vërejtjen që ju drejtoj. Jam i qartë në tregimin e të gjitha rrugëve nëpërmjet të cilave arrihet shpëtimi dhe fitoria. Çdo gjë që ju keni nevojë të dini, unë ju sqaroj plotësisht. Nuhu as u përtolli atyre dhejken e urdhrave që ata duhet të zbatojnë, që t'i luteni Perëndis dhe t'i ruajeni kundër shtimit të atij dhe që të më dëgjoni mua. Adhurojeni Allahun, ruhuni prej tij dhe binduni mua. Ai ju uroj që të adhuronin Allahun dhe t'i ruheshin dëshkimit të tij duke e njësuar atë në përkushtimin e adhurimeve, si dhe duke ju larguar idhujtarisë me të gjitha rrugët e saj. Nuhu as premtoi se nëse ata do tregoshin të devotshëm ndaj Allahut, duke e njësuar atë në adhurim dhe duke ju larguar idhujtarisë, Allahu i madhruar do t'u mbulonte të metat dhe do t'u falte gjunat. Nëse Allahu i lartësuar të falë gjunat dhe të mbulon mangësitë, kjo do të thotë që i ke shpëtuar ndëshkimit dhe ke fituar shpërblimin e pamatë të bujarit të mëshirshëm. Gjithashtu, i madhruar i premton se edhe në këtë botë do t'u mundsojë një jetë të mirë, deri në afatin e caktuar. Ai ju fal mëkatet tuaja dhe do t'ju lërë të jetoni deri në çastin e caktuar, e kur t'ju vijë çasti i caktuar i Perëndis, me të vërtetë ai nuk shtyhet, ta dini ju. Ai ju mbulon gjunat tuaja dhe ju jep afat deri në një moment të caktuar. Pra, ai do t'ju jap një furnizim të këndshëm deri në afatin e caktuar dhe nuk do t'i shfarosë me ndëshkim. Megjithatë, kënaqësitë e kësaj bote nuk janë të përjetshme, sepse vdekja është e pashmangshme. Prandaj i lartësuar i thotë, por kur të vijë afati i caktuar prej Allahut, ai nuk shtyhet për më vonë, nëse dini. Ajo që është përcaktuar nga urti do të ndodhë pakthyeshmërisht, prandaj për të duhen përgatitje serioze. Megjithatë, pavarësisht nga kjo thirrje e gjatë dhe e qartë nga ana e Nuhut as, ata përsëri e mohuan Allahun e madhruar. Ata nuk ju përgjigjen ftesës së tij, duke treguar kokëfortësi, prandaj Nuhu as ju anku Allahut e lartësuar. Ai tha: "O Zoti im, unë, me të vërtetë, e thira popullin tim natë ditë." Ai tha: "O Zoti im, unë e ftova popullin tim natën dhe ditën, por ftesa ime vetëm sa ja shtoj largimin. Ftesa ime u shtoi veç largimin nga e vërteta." Atëherë, pas kësaj kohe të gjatë dhe kësaj përgjigjeje jo të denjë, nuk ka më arsye që thirrja të vazhdojë. Qëllimi i thirrjes është arritja e plot ose pjesme e pikësënimit të saj. Por nëse nuk ndodh asnjëra, as tjetra, atëherë pritet ndëshkimi. Me pas, Nuhu ankohet nga ai popull kaq kokfort dhe arrogant në kufrin e tij. Por thirrja ime nuk solli dobi, por shkaktoi largim edhe më të madh. U tefsiru sure Nuh, ajet 5. Sa herë që i thërita unë ata në punë të mbarë, për t'i falur ti, ata i shtinin gishërinjt në veshët e tyre dhe mbuloheshin me pekkat e tyre për të mos me parë, ishin këmbëngurës dhe shumë mendimdhej. Sa herë që unë i ftoja ata tek ti për t'u falur gjunahet. Kuptimi: sa herë që unë i ftoja ata në faljen tënde të madhe, ata vazhdonin me këmbëngulje në kufrin e tyre dhe si mos përfillës të së vërtetës. Nëse do t'i përgjigjeshin ftesës së Allahut, ai do t'u falte gjunahet. Por kufri dhe arroganca e tyre ishin të shfrenuara. Ata vazhdonin në rrugën e kotësisë dhe të largimit nga e vërteta. Ja cili që reagimi i tyre, ata i fusnin gishtat në vesh dhe mbulonin kokat me teshat e tyre për të vazhduar në detyren me një kryenëqësi të madhe. Ata refuzuan që ta dëgjonin se çfarë u thoshte profeti Nuh as. Për këtë, ata mbulonin kokën me rrobat e tyre. Ata këmbëngullnin në rrugën e humbjes. Me mendjemallsi, ata u larguan nga e vërteta dhe e shtua sherin e tyre. Pastaj, i thira haptazi me zë edhe me të lartë. U drejtova thirrjen sheshazie shumë herë dhe fshehu razi. Nuhu fori haptazi që të dëgjonin të gjithë, por edhe fshetazi ose në veçanti. Ai u përpoq me të gjitha mënyrat me të cilat mendonte se do t'i bënte ata të dëgjonin dhe besonin. Nuhu as
u bëria dhe disa premtime të mrekullueshme, nëse ata do të bindeshin duke u thënë: "E mande vua shpalla publikisht atë, si dhe në besim u përshpërita i thira në të gjitha format." U tefsiru sure Nua, ajet 8. Dhe ju thash, kërkoni falje nga Perëndia e jua, sepse, me të vërtetë, ai është falës i madh. Unë u thash, kërkojini falje Zotit tuaj. Ai vërtet është falës i madh. Kuptimi, lërini gjinohet dhe kërkojini falje Allahut të lartësuar. Nëse e bëni këtë, ta dini dhe të jeni të sigurt se Allahu i lartësuar fal shumë. Ai e fal atë që pendohet dhe i kërkon faljen atij. Pra, Nua pse e ftoi ata që pendoheshin dhe premtoi se Allahu do t'ua falte gjinohet dhe do t'u jepte shumë të mira, të cilat ua ka premtuar të gjithë atyre që u largohen gjinohave, që pendohen dhe kërkojnë falje. Nua pse u premtoi gjithashtu edhe shumë mirësi të kësaj jete, me shpresë që ata të ktheheshin te lumturia që sjell besimi dhe pendimi tek i Madhruari. Ai u tha: Ai do t'ju dërgojë juve shi të bollshëm. Ai do t'ju lëshoj nga qielli shi me mbusholli, do t'ju dhuroj shi të vazhdueshëm, kohë pas kohe, që të mbush rezervat tuaja ujore dhe të shtoj prodhimet tuaja. Me të, ai jep jetë tokës suaj, dhe do t'ju ndihmoj me pasuri dhe me fëmijë, dhe për ju do të krijoj kopshtje dhe për ju do të krijoj lume. Do t'ju begatoj me pasuri dhe me djem, do t'ju shtoj pasurin, fëmijët e çdo mirësit e kësaj dynjaje. Do t'ju mundsoj të keni kopshte dhe lumen. Të gjitha këto që u përmenden janë mirësit me të mëdha që mund të synoj dhe arrin njeriu në dynjë, përse nuk i frikoheni madhërisë së Perëndisë. Që është kështu me ju, që nuk i shprehni Allahut madhërinë që e meritën? Që është me ju, që nuk e kuptoni madhështinë e lartësuarit dhe nuk friksoheni prej tij? A nuk keni në zemrat tuaja asnjë shenjë të madhërimit të Allahut të lartësuar? Piçuditse a nuk mendoni pak në fazat e krijimit tuaj? Piçuditse, a ju ka krijuar me forma faza të ndryshme? Kur ai ju krijoi në disa etapa. Piçuditse është Allahu i lartësuar ai që ju krijoi dhe që përkujdeset për ju në çdo moment të jetës tuaj. Ai ju krijoi dhe formsoi në barkun e nënës. Pastaj vjen koha e mekimit në gjë, me pas fëmijëria, pastaj adoleshenca, mosha e pjekurisë e kështu me radhë. Në çdo kohë është i lartësuari që përkujdeset e që ju mëshiron. Ai është i vetmi që krijon dhe që përkujdeset për krijesat me mëshirën e tij gjithëpërfshirëse dhe madhështore. Për këtë arsye, ai duhet të jetë i vetmi që duhet të njësohet në përkushtimin e adhurimeve. Duke u kujtuar krijesave krijimin e tyre të parë, Allahu i lartësuar u tërheq vërejtjen se ai është i plotfuqishëm që t'i ringjallë dhe t'i rikrijojë sikurse kanë qenë. Ai që i krijoi nga hiçi, kur nuk ekzistonin fare, është i plotfuqishëm që t'i krijojë nga mbetjet e tyre në tokë, pasi të kenë vdekur. Me pas, Allahu i lartësuar u argumenton atyre për ringjalljen edhe me madhështinë e krijimit të qiejve dhe të tokës. A nuk po shihni se si Perëndia i ka krijuar çdo qiejt? Pal kat. A nuk e shihni se si Allahu ka krijuar çdo qiej? Pal. Ai i krijoi qiejt me kate, njëri mbi tjetrin. Dhe në ta e ka bërë hënën dritë, kurse diellin e ka bërë fenjen ndriçues. Dhe në ta, hënën e bëri dritë e diellin e bëri ndriçues. Këtu flitet për madhështinë e krijimit dhe për dobitë e shumta që Allahu i lartësuar u ka dhuruar krijesave me këto trupa qiellore. Dielli dhe hëna janë shumë të nevojshëm për tokën dhe jetën e të. Kjo tregon për mëshirën e Allahut të lartësuar dhe bujar, për bamirësinë e tij të gjerë. Kësaj, ai që është madhështor, i gjithëmshirshëm dhe bamirës është detyrë që të njësohet me adhurim, dashuri, mirënjohje, por edhe me frikë respekt për llogarinë e tij të drejtë dhe shpresë për shpërblimin e tij të madh. Perëndia ju ka krijuar nga toka dhe ju, ashtu si bimët. Allahu ju nxori ju prej tokës si bim. Pastaj ju kthen në të për t'ju nxjerrë sërish. Kuptimi, Allahu ju krijoi prej tokës, sikurse barin bim prej tokës. Këtu bëhet fjalë për Ademin, pasardhësit të cilët është i gjithë njerëzimi. Pastaj përsëri do të ktheheni në tokë kur të vdisni. Pas vdekjes, ditën e gjykimit, Allahu do t'ju nxjerrë përsëri të gjallë për t'ju gjykuar me drejtësi. Pastaj ju kthen te ajo dhe prej saj sërish do t'ju nxjerrë. U tefsiru sure Nua, ajet 17. Perëndia për ju tokën e ka bërë shtroj. Allahu e bëri tokën shtroj për ju që të ecni nëpër rrugët e saj të gjera. Është Allahu i lartësuar që e bëri tokën të përshtatshme për ju dhe lehtësisht të shfrytëzueshme që të përfitoni prej saj. Nëse nuk do ta bënte të tillë, ju nuk do të mund të lëvizjet lehtësisht nëpër të, nuk mund të punonit, plugonit, mbinit, ndërtonit apo edhe të qëndronit mbi të. Pas përmendjes së këtyre argumenteve, Nua kohët e Zotit i tij, që të ecni nëpër të, nëpër rrugët e gjera. U tefsiru sure Nua, ajet 19. Nu tha, o Zoti im, ata me kundërshtuan mua dhe u dhan pas atyre, pasuria dhe fëmijët e të cilëve nuk kanë sjellë gjë tjetër, po shkatërim. Nu tha, o Zoti im, ata nuk mu bindën mua,
por shkuan pas atyre, të cilëve pasuria dhe fëmijët e tyre u shtuan veç se dëshpërim. I gjithë ky këshill nuk u leu as pak për ata. Ata nuk ju bindën urdhave që profeti përcilte prej Allahut. Ata kundërshtuan profetin besnik që i këshillonte për të mirën dhe u mësonte si të ruheshin nga e keqja. Ata ndoqën parinë e tyre, pasuritë dhe fëmijët e të cilëve u shtonin veç se humbjen dhe dështimin në arritjen e të mirave. Kur kjo ishte gjendja e udhëheqësve, si do të ishte, vallë, gjendja e pasuesve? Sigurisht, ata do të ishin më të dështuar e më të humbur se zotërinjtë e tyre, dhe të luan tryllime të mëdha kundër Nuhut, dhe të cilët u kurdisën kurthe shumë të mëdha. Ata luftonin me çdo formë të vërtetën dhe me kryenëqësi pengonin njerëzit nga rruga e drejtë. Ata ngrinin kurthe të mëdha kundër të vërtetës dhe bartisëve të saj. Ata ftonin besimtarët në idhujtari, duke u zbukuruar atë me fjalë dhe slogane me të cilat mashtronin veten dhe të tjerët. Ata ftonin në idhujtari, ku ishin edhe vetë të zhytur dhe që të mos braktisnin traditën e të parëve të tyre të vjetër. Madje, u përmendin edhe me emra idhujt e tyre duke thënë: dhe kanë thënë populli Nuhut, mos e lini kurse si zotrat tuaja, mos e lini kurse si as Vedin, as Suajn, as Jeguthin, as Jeukin, as Nesrin. Ata u thanë, kur mos i braktisni zotat tuaj, mos e braktisni Vedin, as Suvan, as Jeguthin, Jeukin dhe Nesrin. Të gjithë këta ishin emrat të njerëzve të mirë të popullit të Nuhut. Pas vdekjes së tyre, shejtani i joshi me idenë që ata t'i piktoronin dhe gdhenin figurat e tyre me pretendimin që kjo do t'i nxiste më shumë për adhurimin e Zotit. Por pasi kaluan vite e vite, pasi ikën brezat e parë dhe erdhën brezat e tjerë njerëzish, shejtani u tha: të parët tuaj adhuronin këto statuja e pikturat dhe u kërkonin të ndërmjetësonin tek Allahu. Nëpërmjet tyre, ata kërkonin shiun dhe çdo të mirë tjetër. Dhe kështu filloi adhurimi i idhujve. Brezat kalonin dhe porosisnin njëri tjetrin që të mos hiqnin dorë nga idhujtaria. Të njëjtën gjë bën edhe mohuesit e kohës kur jetoi Nuh këta idhuj kanë mashtruar shumë njerëz, e ti keqbërësve, mos u smallu asgjë, përpos humbjes. Ata shytën e humbje shumë pasues të tyre. Këta udhëheqës dhe prijes, me ftesën që u bënin pasuesve të tyre, humbën dhe devijuan shumë njerëz nga rruga e drejtë e adhurimit të një Zotit e vetëm. Udhëheqësit e humbur devijuan shumë e shumë breza, prandaj e meritonin atë që tha Nuh. Me pas, prandaj, të padrejtëve t'i shtojë vetë se humbje. Kuptimi këtyre zullumçarëve që nuk u japin profetëve hakun që u takon, veç se humbje shtoju. Ata dëgjonin vetëm udhëheqësit e tyre dhe shpërfillnin profetët e Zotit, dhe për sa kohë që ata shpërfillin profetët dhe shpalljen e Zotit, nuk ka asnjë shpresë udhëzimi për ta në rrugën e drejtë. Me pas, i madhruari përmend dëshkimin e tyre në këtë jetë dhe në jetën tjetër duke thënë: për shkak të mëkateve të tyre, ata janë përmbytur e janë hedhur në zjarr dhe ata nuk kanë gjetur mbrojtës tjetër për vete, përveç Perëndis. Për shkak të gjunave të tyre, ata u përmbytën dhe u hodhën në zjarr, që në këtë jetë ata u mbytën me ujë që i përshiu nga të gjitha drejtimet. Trupat e tyre i përpiu ujë, por shpirtrat u përviluan në zjarr. Kjo ndodhi për shkak të gjunave të tyre, për të cilat profeti i paralajmëroi dhe ju uroi që t'i braktisnin dhe të kërkonin falje. Nuh u bëri të qartove zikun e këmbënguljes në mojën dhe mosbindje, por ata e shpërfillën, prandaj i kapin dëshkimi i ashpër, prej të cilët nuk mund të shpëtojnë. E kush mund t'i ndihmonte të shpëtonin? Pirçëdit se ata nuk gjetën ndihmëtar që t'i shpëtonin prej Allahut. Askush nuk mund t'i ndihmonte kur dëshkimi po ekzekutohej. Askush nuk mund ta ndalojë akthej pas gjykimin, përcaktimin dhe vendimin e të plot pushteshmi. Dhe Nuh tha: o Zoti im, mos le të qarkulloj në faqet e dheut asnjë mohues. Nuh tha: o Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë nga jo besimtarët. Kështu Nuh i mallkoi mohuesit dhe i kërkoi Allahut të lartësuar që të mos linte asnjë qafir të vërtetën e për tokë. Pra, u lut që Allahu t'i shfaroste ata plotësisht. Shkaku i këtij mallkimi ishte sepse me të vërtetë, nëse ti i lë, ata do t'i shpjen në humbje robërit e tu dhe do të lindin vetëm mëkatar dhe jo besimtar. Nëse ti i lë, ata do t'i largojnë adhuruesit e tu. Nga rruga e drejtë dhe prej tyre do të lindin vetë se të shfrenuar dhe jo besimtar. Lënia e tyre gjallë sjell vetëm dëme dhe shkatërime për ta dhe për të tjerët. Nuh veri këtë lutje sepse, duke qëndruar gjatë mes tyre, ai u njoh mirë veprat e shfrenuara dhe devijuese, dhe kështu gjykoi se prej tyre nuk pritej me asnjë e mirë. Padyshim, Allahu i lartësuar e plotësoi lutjen e Nuhut dhe mbyti ata të gjithë në ujë. Ata që shpëtuan ishin Nuh dhe besimtarët që pasuan atë. O Zoti im, fal mua dhe prindërit e mi dhe ata të cilët hynë në shtëpinë time si besimtar, dhe besimtarët e besimtarët, ndërsa zullumçarëve shtoj vetëm shkatërimin. O Zoti im,
Me fal mua, falje prindërit e mi, ata që hynë në shtëpinë time si besimtar dhe të gjithë besimtarët e besimtarët. Ndërsa jo besimtar vështoj veç se dëshpërim. Me kategoritë e para që përmendin në lutjen e tij, nu asë. Tregoj rëndësinë dhe gradën e tyre dhe faktin që ata janë njerëzit me parsur për t'u bërë mirësi dhe për t'u lutur. Me pas, ai e përgjithsoi lutjen duke futur të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Ndërsa për jo besimtarët, ai u lut që Allahu i lartësuar t'u shtonte atyre vetë se dëshpërim e shkatërim.